Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka ndërmarrë një hap tjetër të fortë në politikën e migracionit, duke ndryshuar procedurat për aplikimet për residencë të përhershme në Shtetet e Bashkuara. Sipas rregullores së re, individët që synojnë të marrin green card nuk do të mund të aplikojnë më lehtësisht nga brenda territorit amerikan, por duhet të rikthehen në vendet e tyre të origjinës dhe të ndjekin procedurat përmes ambasadave apo konsultave amerikane. Rregulli aktual, i cili u lejonte aplikantëve të ndryshonin statusin e tyre ndërsa jetonin në SBA, do të zbatohet vetëm në raste të jashtëzakonshme. Kjo do të thotë se shumë persona me vizë studentore, turistike apo punë të përkohshme mund të përballen në pritje të gjata ose edhe në pamundësi për të rikthyer në SBA. Politika e re duket se synon veçanërisht ata individë që përdorin vizat afatshkurtra si mënyrë për të qëndruar përgjithmonë në vend përmes martesës, punësimit apo ndryshimeve të tjera të statusit emigrator. Shërbimi amerikan i emigracionit ka sqaruar se aplikimet për residencë të përhershme duhet të kryhen tashmë kryesisht jashtë territorit amerikan. Zëdhënësi Jack Keller deklaroi se sistemi i vizave jo emigruese është ndaluar për qëndrimin e përkohshëm dhe jo si një hap drejt emigrimit të përhershëm. Ndërkohë, administrata Trump ka shpërsuar edhe më herët politikat e emigracionit. Vitin e kaluar u rrit ndjeshëm tarifa aplikimit për vizën H1B për profesionistët e kualifikuar, duke e çuar në $100,000 dhe duke krijuar pengesa të reja për hyrje në tregun amerikan të punës. Sipas të dhënave zyrtare, në SBA lëshohen çdo vit 1 milion green card, ndërsa më shumë se gjysmat e tyre aplikohen nga persona që ndodheshin tashmë në territorin amerikan përmes ndryshimit të statusit. Pikërisht kjo praktikë duket se po kufizohet ndjeshëm me politikat e reja të administratës Trump.